Emisioni Jetë o Jetë me Jeton Zogjanin për krahët nga Top Store, Dyba Metal, Rimida, Agrion, Corona Dent e Spitali Lindja. Mirë mbrëma miq, sonte po takohemi prapë në emisionin Jetë o Jetë. Sonte do të flasëm për një temë që 5 vitet e fundit për një me u konë preokupim shoqëror, të paktën nga këndvështrimi im, kështu e gjykoj, dhe u konë brengë përgjithshme. Për me lecu këtë brengë dhe me u duk që dikush është kamerët me çlirimtarët tonë në Hagë, janë do gra do burra që po punojnë fort për me e organizu prap një marsh pasor në mbështetje të atyre që nuk prituan ta sakrifikojnë edhe veten, që ne sot jemi këtu të lirë, duke mos kthyer kadera kur po na vjen dejoni. Dhe sot i kam të ftuar 2 përfaqësues të platformës Liria ka emër, zonën Eliza Hoxha. Eliza, mirë se erdhe. Mirë se gjithë. Dhe Ismail Tashollin. Ismail, mirë se erdhe. Falenderit. Në emrin tim, unë ju falenderoj për punën që ju jeni duke e bë. Falenderit shumë. Edhe po e bëni pa përtesë, dhe kjo mendoj që është e nevojshme e domosdoshme në një kohë që veç po shkojna drejt fundit të procesit. Falenderit. Tani këtë mision, kjo punë që është ka bëhet ditë të fundit, është një farë fushate. Si po shkon këtë ky proces? Po, Eliz? Vazhdo. Okej, do thotë është organizim si i marshit parë, vetëm që tash është pak më i shtrim, edhe për shkak të emocionit të përafruar për verdiktin e asaj gjykate, po dhe për shkak që këto mjegullnajat e politikës ditore janë hek prej UÇK-s edhe prej projektit të guerilës, nëse mund të themi, sepse pak a shumë është kuptu që ai është përtej partive politike, përtej dioptrive politike, përtej sikleteve ditore politike, dhe është një projekt shumë i rëndësishëm i qëndësimit tonë kombëtar. Do të thotë se me të edhe përfundon gjakimi jonë për liri, edhe këto takime që po i bëjmë në për krejt komunat e kanë një qëllim, atë teknik dhe qëllimin tjetër simbolik. Teknik në kuptimin e organizimit, sepse duhet të gjendën pik grumbullimet, pik takimet, me autobus që po na ofrojnë të gjitha komunat pa dallim partish, dhe ai simbolik sepse në për komuna janë të gjitha partit, dhe të gjitha po angazhohen për një qëllim, që është qëllimi i dërgimit të mesazhit qytetar për gjykatën speciale, mënyra se qysh ka shku anomalitë të ndryshme që janë evidentu, dhe është një lloj presioni pozitiv që ai vendim të merret mbi premisa racionale dhe jo politike. Do të thotë edhe slogani është drejtësi jo politik, sepse kemi thënë dhe konsiderojmë që politika, nëse i paraprin juridikës, janë sistemet totalitare dhe shumë shqetësuese, që demokracia liberale nuk i përbin, nuk i pranon, edhe në mënyrë të tillë, do të thotë në kooperim me të gjitha partitë politike, po jo vetëm, sepse kemi takime edhe me komunitetet të ndryshme, qofshin ato kulturore, artistike, bizneseve, edhe gatishmëria tani me dallim prej marshit parë shumë e madhe, dhe si duket edhe pjesëmarrja do të jetë më masive se marshi i parë. Se tek e fundit është edhe një lloj përgjegjësie e qytetarisë të reagoj nëse evidentohen parregullsi, padrejtësi, të ekspozoj ato me idenë dhe qëllimin e mirë që spaku të provoj të përmirësoj. Këto pak a shumë janë aspektet edhe teknike dhe simbolike të një organizimi tonë që po munohem bashkë me Elizën e me shumë mbështetës tjerë që t'i dalëm kry. Eliz, na normalisht
kemi folë shumë edhe për krejt këto, po në fakt kjo gjykatë edhe nga shumë njerëz shihet edhe si politike. Në fakt, apo gjykohet sot apo gjykon drejtësia sot një vërtet që si pas bindjeve tona o konë komplete panevojshme. Sepse nga njëherë për kemi përshtypjen si kur ne kemi qenë agresori. Thash, kjo është ajo vija e hollë ose rrokullisja e imazheve, kur ti i sheh, për shembull disa statistika, nëse i sheh proceset gjyqësore të pas luftës në Kosovë dhe në kohën e Unmikut dhe të Uleksit edhe i krahason me proceset që kanë ndodhur në Serbi vizavi luftës në Kosovë, domethënë sasia e dosjeve dhe proceseve është larg më e madhe në Kosovë se sa ajo që është në Serbi dhe është sinqerisht si një pasqyrë e thyme, një rrëfim i deformum dhe që e vija hollë që e bën ndarjen se kush është ai që ka kryer gjenocid dhe kush është ai që ka mbrojtur pragun e shtëpisë së vet, njerëzit e vet edhe tokën e vet. Por sidoqoftë nuk dua të hyj në atë pjesë, sa më intereson pjesa tjetër që ne nuk po du të them a kemi qenë vigjilent mjaftueshëm apo jo, por në pjesën e historisë mendoj që po e lë drejtësinë anash, në pjesën e historisë po mendoj që kemi mujt me punu ma shumë edhe sot, që ne mundohemi çdo copëza të ndryshme të mendimeve, të veprimeve, të imazheve edhe të rrëfimeve që janë të gjeneratave të shumta të luftës për liri, mi pru bashkë në një fotografi, se një mozaik ku krejt copat e mundshme kanë rolin e vet, pozicionin e vet, ngjyrat e veta, po buhen pjesë e një tregimi të madh, edhe ku asnjëna pa asnjënën s'kan mundësi me pru fotografinë e plot, aty mendoj që na kemi çalu. Edhe kemi çalu, s'po them ndoshta me dashje, po ndoshta krejt pa dashje secili tu mundu me mbrojt me xhelozin maksimale atë copën e vet ku përket. Kush e ka bo rezistencë pacore, kush e ka bo luftën çlirimtare, kush e ka bo pjesën e ilegale, ose kush ka qenë në burgjet e dikurshme, domethënë në kuptimin e të burgosurve politik. Dyqysh s'kena mrimi kep që të ndër veti, edhe mi pru me një fotografie, ku mujna dhe mos mu pajtu, po na rrim që aty në krejt që atë rrugtim, edhe në qatë fotografi, sepse krejt e kena lujt një rol caktum, kush ma shumë e kush ma pak. Këtë pjesë, menoj që ose se kena shtru debatin si duhet, ose se kena bo mjaftueshëm, po nuk është asnjëherë vonë për me nis me bo, që mos me aulon qëtë gajle dhe qëtë sfid të paktën fëmijëve që kanë linë mas luftës, e që nuk e kanë përjetu as kohën e zëmt, as qenit refugjat, as luftën, as dhunimin, as në familjet vetë, domethënë trishtimin për ata që nuk janë mo qofshin dëshmorës e viktima civile, po me ja u bë të qartë krejt këtë rrugtim, me ja u dhënë respektin të gjithë njerëzve dhe akterëve që në një formë ose tjetër kam kontribu për luftën për liri, edhe në të njëjtën kohë atyre me ja u lënë qatë fotografinë e qartë për me respektu gjithë secilin që ka luftu dhe është përpjek në një formë ose tjetër për lirin ekzistenciale, e që këta sot i gëzojnë edhe krejt llojet e tjera të lirive që garantohen me kushtetut dhe me ligjet në fuqi. Kuptimin e drejtësisë, me tonë drejtën është shumë sfiduese ndoshta me hinë retrospektiv, me mendu se qysh kanë ndodhur proceset. Njëherë Unmiku s'ka pas institucione fare. Mandje edhe kur janë bërë institucionet e përkohshme të Kosovës, kanë qenë kompetencat e ndara. Gjysmën i kanë pas ndërkombëtarët, gjysmën vendorët, edhe aty drejtësia, organet e drejtësisë, zakonisht kanë mbet paqja, siguria, drejtësia kanë mbet nën domenin e ndërkombëtarëve. Njëjtë ka ndodhur edhe kur u shpoll pavarësia e Uleksit ka pas mandat deri në 2014, që në sferën e drejtësisë, domethënë ka vazhdu operacionet e veta. Roli i ICO-s në një kohë të ndërmjetme midis pavarësisë dhe kësaj se çka ka bëu Uleksi deri te gjykata speciale. Plus proceset në Hag, Zoti Aradinaj, Zoti Limaj e të tjerë, proceset e brendshme, mos përmeni tashmë emra plot, por mendoj që Kosova mjaftueshëm ka tregu që është e hapun për të vërtetën e vet dhe ballafaqohet ball hapur, sepse ne kemi qenë këtu. Ne nuk e kemi cënu as integritetin, as personalitetin e individëve ose të një etnie të caktuar ose të institucioneve. Ne kemi kërku të kemi mundësi të
të edukohemi në gjuhën tonë, të kemi liri për veprim dhe për vendimarrje, krejt tona janë cënu në vitet e 90-ta. Kështu që po e msheli këtu, si dikush që s'po du me interferu ato që tha Ismaili në kontekste liberale, dhe më thonë këto janë dy sera të ndara, politika dhe drejtësia, që ashtu është edhe me kushtetut Kosovës, por që shqiptarët mjaftueshëm kanë qenë të hapur në çdo proces i cili ka ndodhur, për çfarë do lloj arsye që ka qenë ideja e shtrimit të rastit ose çka do, për me u ballafaqu me të vërtetën edhe me të kalumën, sepse na kemi mbrojtë të drejtën tonë me qenë të lirë dhe të pavarur. 26 vjet mas luftës e kum përcjell me vëmendje fushatën të cilën e keni fillu, keni taku edhe kryetar komunash që i përkasin bindjeve tjera politike. A kanë fillu me e kuptu, sepse ata nuk është se kanë ditë, pa kanë fillu me kuptu që kjo çka jeni duke bë dhe përpjekjet e cilën jeni duke bë, është për te politikës. Edhe a kanë fillu me reflektu edhe me pritjen edhe me bisedat e cilat t'i zhvillani. Apo i bojnë për sy e faqe ato takime. A kanë fillu me besu me të vërtet që kjo e çka ju po e thoni, është një vërtet e pamohueshme. Unë po du me thonë veç një fjali dhe me alun rasin Ismailit me folë, se fola gjatë në pyetjen e parë. Thjesht, për mu është shumë e rëndësishme si e lizë qytetare këtij veni, pa asnjë tjetër petk cilin e përfaqësoj në po me gjitha të përvaret shumë politika, sepse për mu është shumë e rëndësishme. Nuk ka shqiptar me nej që nuk del në marshën e 17 shkurtit, nuk ka shqiptar me dëshirë, por që janë të kurthurum në aspektin politik. Tash nuk po dalë se mos po mshe hipotetikisht Bedri, ose mos po mshe Lumire, ose mos po mshe Albini, në këtë kuptim po e thëmë. Veç si ftesë, thirrje, ose çka do qoftë, nëse ne si shoqëri nuk krijojmë pika referente ose platforma rreth të cilave ose brenda cilave ne qëndrojmë bashkë si sistem vleror, atëherë është e kohë krejt çka bojmë, edhe si shoqëri edhe si shtet. Në fakt kur e menon retrospektiv e kupton pse sistemi Miloševićit i ka prek disa shtylla vitale të kësaj shoqënie. Ai të kalon me kohën edhe zanatli, edhe dugojgji, edhe çka dush tjetër. Ta ka ndal arsimin, ta ka ndal mediumin, informacionin, do të thonë shtyllat bazë të një shoqëri, kulturën, shtyllat bazë të një shoqërie të civilizuar, shtresimet bazë që krijojnë vedije dhe identitet, të mund që ato t'i ka prek. Edhe të ka kriju në një shoqëri horizontale ku krejt janë barabartë, krejt janë dyqyshit varfër, krejt mundon me mbijetu të e suportu një tjetrin. Ma mero me qështë të dnoja, jo, sa ma kazanoni që ne. Si do qoftë, ne sot falë rrugtimit të njerëzve për liri, edhe falë luftës UÇK-s, edhe intervenimit NATO-s. Jemi të lirë edhe shoqër që jemi të lirë për te veç ekzistencës tonë, jemi të lirë me vendosë edhe me çfarë flamuri dojna mu përfaqësu, me çfarë grupi politik dojna mu përfaqësu, kujt mi besu, kanë me votu, shoqër zotit, se për që to është luftu. Por me gjithatë si shoqëri du të me qëndru për disa vlera që na përbashkojnë. Me te kalu qatë bindjen politike, do më thonë, me te kalu. Po që ato janë vlerat e Kosovës, edhe UÇK-ja është një biç aty në rrëfimeve. Po besoj. Po, që edhe pyetja është e arsyeshme tu pas parasysh që të farë politizimin e skajshëm, edhe obsesionimin edhe shoqënisë me politiken. Po menoj që UÇK-ja është argumenti mjaftueshëm që ta heqim dioptrim politike, sepse nuk besoj ose nështë nuk du me besu që ka një shqiptar normal që UÇK-ja i pengon, sepse UÇK-ja ka qenë ajo organizata që e ka mbajt dignitetin edhe krenarin e kësaj shoqënie edhe ka marrë pjesë drejt për drejt edhe në dhimbtën, sepse ajo ka edhe dëshmor, ka edhe të vram, ka edhe invalidësat që janë. Edhe të mos e kuptosh këtë sakrificë është një lloj mosmirnjohje që nuk ma merr mendja që një shqiptar normal duhet ta ketë përbrendsume do të thotë këtë qëndrim. Politika shpesh herë përdor njerëz, vegëlzon kontekste për hesape elektorale, por ne si shoqëni nëse e duam koherencën tonë shoqënore, sepse shoqënia pa një lloj koherence nuk funksionon. Ajo koherencë duhet t'i ketë disa pikë referime të përbashkëta ku ne pajtohemi për disa vlera.
dhe akoma mirë që të pajtohemi rreth UÇK-s. UÇK-ja duhet jetë dhe është projekti që na bashkon, jo që na përçon, edhe politika duhet ta ketë këtë parasysh. Shpesh herë prej partive të ndryshme politike këto vijat kuqe janë te kalu, për shumë arsye, është shumë komplekse, po duhet t'ja bëjmë me të qartë politikës, qytetarët e Kosovës, se nuk na duhet interpretimi i tyre për një diçka që e kem prek, e kem përjetu, madje edhe ka pas rezultat konkret. Por pa përjashtu edhe pjesë tjera të kontributit, unë po e përsëris, po ju lodha të e përsërit në për emisione të ndryshme, do të thotë që nga 45, ta lufta e dytë botnore e kënej, si cëlla gjenerat e ka lujt një rol shumë pozitiv në kuptimin e gjakimit tonë për liri. Qoftë gjenerata mas luftës dytë botnore, qoftë gjenerata ilegales, qoftë gjenerata e të burgosur, qoftë rrugovizmi me rrugoven, qoftë UÇK-ja, qoftë NATO. Nëse mundohemi t'ja spjegojmë historinë qytetarëve pa këtë inkludim total të copëzave të rrugtimit tonë, besoj që jem të njanshëm edhe nuk jem përplotësues, sepse këto secilla i flet njëra tjetrës në mënyrën se qysh është marrë ajo udhë për një qëllim të njëjtë. Dhe qytetarët besoj që janë mjaft të vetëdijshëm për me bë këtë dallim të politikës litore dhe kauzave tona për liri. Mrena pyetjes e pate dhe një cilësim hipotetik që mos përshtihohet në mënyrën se qysh po na përkrahim. Okej, edhe le të shtihohen, por mesazhi le të shkon atje ku duhet, s'paku me mënyrën se qysh flasin me votuesit e tyre, por unë kam një përshtypje që vetëdijsimi i politikës në raport me çështje shumë të rëndësishme të shtetit ton është edhe kjo koha na ka bë me pa dallimin esencial, sepse në fillim ishin interpretime shumë të mjegullta në mënyrën se qysh ndodhi, në mënyrën se qysh u morën, në mënyrën se kush është atje, në mënyrën se çfarë raporti ata individ kanë me politikën këtu. Po ka dalë e panë që komplet gjyqi është një lloj shtihimi i tendencës së balancimit ose shpërndarjes së fajit. Mandej dulen anomalitë të tjera që nuk u dike, a u kidnapun, a u dërzhun, a çka ndodhi, a janë të burgosun, a janë para burgosun, a janë mrena akta akuza, do të thotë mrena normatives juridike. Mandej ndodhi edhe Jack Smith, që sot është një problem shumë serioz në shoqërinë amerikane. Jack Smith është imazhi i asaj gjykate, është ikona e krejt procesit, e sot po na del që ai person është person i diskredituar, është një person që Senati Amerikan me pyetje aludive po thot që është edhe sekser që ka bledh dhe shit dëshmitar varësisht për nevojës tij politike, madje ki gjyqtar atje që janë shpallën për shtëpisë të bashkë si persona non grata, do të thotë edhe mënyra se qysh ka bashkëpunu me Serbinë e gjykatë, se qysh i ka marrë dokumentet, mënyra se qysh është krenu komplet Prokuroria e Serbisë, akter shumë të rëndësishëm të Serbisë në pjesëmarrje mrena gjenocidit, ata sot krenohen në për emisione të tyne, nëse i përcjellni pak, gjitha emisionet janë të mbushura, që nuk dihet kush është ma krenar se tjetri shtyhet se cili ka kontribu ma shumë për hapjen e asaj gjykate. Do të thotë, kur ki janë krejt të parasysh, ka ndodhë dhe një lloj vetëdijsimi që ata atje nuk janë individ, nuk janë prezentues një politike, po atje është Kosova në kontekstin e guerilës dhe e ka cilësimin ndërmarrje përbashkët kriminale. Do të thotë krejt të një shoqëri racionale dhe iza alarmin qytetar për evidentim, ekspozim edhe eventualisht stopim krimin, sepse qytetaria kjo që ka po provojmë ne me bërë gjithë bashku, se media duhet të përjashtojmë, se fillim na falenderove dhe me dyqyshësit me të mbërsh, që dhe media e ka lujtë rolin shumë të rëndësishëm në këtë vetëdijsim
bile madje personalisht ke qenë një prej figurave që vazhdimisht e ke artikulu, e ke rikthy këtë padrejtësi kudo që ke pas mundësi edhe hapësirë. Kemi po përpjekje. Jo, keni bo përpjekje edhe ja keni arrit rezultatit të vedisimit saj shoqënie. Do thotë, kur i ke krejt to parasysh, se cili qytetari këti veni, pa morë parasysh preardhjen e ti politike, pa morë parasysh bët kuptimin e ti politik, i ka dhez cenzort e një mobilizimi për me stopu qëtë padrejtësi. Dhe kjo është shumë shpresdhonëse në mënyrën se qysh sët edhe flitet në hapësirat publike, sepse nuk e kemi një zonë ndryshe, jo pse nuk duhet të ketë, po sepse konteksti është puro politik. Edhe përmes politikës, ose shpërndarjes së fajt, ose qysh dush, ose sekserizmit të Jack Smithit, shitblerjes e dëshmitarve, qka do leja emnin, po komplet procesi se i til është i diskreditun. Nuk ka ma validitet moral ajo gjykat, sepse në krejt hapat e saj, ka kallëzu që nuk janë të gatshëm me respektu as një vlerë morale, po ashtu as juridike. Po në pjesën tjetër, sepse unë shpesh herë këto anomalit, po i quj edhe si shkelje kushtetuse, sepse ajo gjykat është e ndërlidhur spaku formalisht me Kosovën dhe sistemin juridik të saj. Dhe çdo shkelje atje ishtë dashtë të spjegohet që është edhe një shkelje e legislacionit tonë dorën zama. Këto. Ideja është që nashta me bo thirrje edhe prej kësaj studio edhe nga secila studio, a mundem që nga sot e deri sa të përfundon që ky proces me bo një thirrje që flamujt politik me i lanë. Ata nuk myken, nuk prishën. Domethënë deri sa të përfundon që ky proces politik. A i ulëm tensionet e i lajmë flamujt edhe i rekemi seriozisht soj pune që nashta me presionin që vjen nga poshtë lartë, sepse është i vetmi mekanizëm që e kemi dur, ta përdorim bashkaresht pa e politizu fare. Qatë ditë që të mirët vendimi, edhe është zotit jetë pozitiv për një. Kap një flamojt, e nishno me tane për fushata, jo e dini që shja lidhë një krytë së i punë. Unë për edhe me humor, një fjali dy, ma ne për jakte e lizën se dhëmë fola shumë, se unë e thëmë ka pak edhe me cinizëm, ka pak edhe me humor, veç letë këthehem. Ma ne i kem vakt krejt mu ull e me kritiku për krejt hapat e ty në politikë që i marrin. Absolutisht. Veç me bon një dalim esencial. Ata atje nuk janë për performimin e tyre politik. Ata atje janë për shkak të gueriles, sepse po munohet të lijet mbi emni ndërmarrje për bashkë kriminale. Do të thotë, si me thonë menore, ti ullum tytat e partive politike se kem vakt. Edhe ashtu kjo shoqëni është e lodhur me zhurmë, është e lodhur me etiketa, është e lodhur me një polarizim të panevojshëm për hesabin tem, totali panevojshëm, nështë elektoralisht i përkthyeshëm në aspektin e favoreve caktuar që i përkthehet politikës, po është momenti ku ne duhet t'i lëmë këtë flamujt politik dhe të mundohemi të dalim për te partive për me qunë një mesazh civilizues qytetar. Po, sepse na e dim që ish deputeti i Parlamentit Evropian Dick Marty, që tani ka ndru jetë që shpirtit i mos u preft asnjëherë në poqe, krejt ajo që ka bo, dhe më thonë, ka ra poshtë, si fillim, edhe më nuk qëndran aja. Mbi bazën e asaj është ndërtu aktakuza, edhe sot, që me thonë, hala luhet në qato lojna që pa qatë aktakuz. Edhe krejt qka po kërkojt është prej Elizës më na i shpjegu, pse nuk kena ditë na, ose si politik, ose si shoqëni, me artikulu ma fuqishëm qitë pjesë, me qitë dokument që është njës procesi, që ky ka ra, mos ekziston, e për çka janë që ata që atje.
A u konë përgjësi edhe institucione, që s'kanë bo mjaftushëm, a është përgjësi edhe jonja, edhe se cilit ku mundet me e rritë këtë kauz, me ditë njerëz? Besoj që në këtë dritim ka shumë vija të rëfimit. E para që e tha Ismaili, gjykata është themelu, do me thonë, nga Kuvendi Republikës Kosovës, është ndryshu kushtetuta, është bë ligji për dhomat e specializuara, për kundër mundësisë dhe veprimit të saj juridik dhe kështu fizik në teritorin ndërkombëtar, por që bazë përveç normave juridike ndërkombëtare janë edhe ligjet të kushtetuta e Kosovës. Në këtë kontekst, anomalia e parë është që nuk ka llogaridhënie. Do të thonë, unë kam qenë për 5-6 vite në kuvend dhe asnjëherë të vetme nuk ka qenë një kanal i komunikimit midis kuvendit dhe gjykatës si institucioni bazë ku llogaridhënie ka. Nuk ka pas mundësi, do të thonë, të adresohet ajo. E dyta, ne kemi tentu, besoj e kujtoni edhe kryetari i kuvendit ka qenë në vizitë atje, edhe ne si Komision për të drejtat e njeriut kemi qenë atje, disa prej deputetëve të partive të ndryshme. Dhe qëllimi kryesor ka qenë në atë kohë që të kuptojmë prej afër se shkeljet e vazhdueshme të drejtave njerëzore, sepse e thatë edhe ju, komplet procesi ka nisë nga një raport për shtëpinë e verdhë, për trafikim të organeve, e cila është në Shqipëri, dhe shumë, do të thonë, çështje që lidhen, do të thonë, rreth asaj shtëpie, dhe pastaj rrugës, kemi pa anomali të tjera. E para 1-2 vite më shumë i kanë marrë njerëzit që tha Ismaili, ajo është para burgema, çka është, sepse ti s'ke pas verdikt për me i majt njerëz aty. Dhe 2 vjet e sa me i majt njerëz derisa ti mbledh prova, evidenca ose çka do qoftë tjetër, është absurditet i llojit vet si e para. E dyta, që aty vjen edhe marshi jon faktikisht. I pari, kur fillon faza zyrtare, para fillimit të fazës zyrtare të gjykimit, që kemi kërku që procesi të jetë i drejtë dhe të jetë fair. Ndërkohë, ka qenë rastet kur Trandafilova ka në Kosovë dhe ka dalë ka folë, përderisa asnjë gazetar dhe asnjë përfaqësues i organizatave qeveritare që mirën me të drejtat e njerëzit nuk kanë pasur mundësi t'ia bëjnë një pyetje të vetme, sepse e kanë pas të ndaluar. Shikoni, ajo veç, domethënë, institucionet, jo vetëm në Kosovë dhe jashtë, llogari japin. Kanë secili institucion dhe Kosova i ka të ndara pushtetet. Domethënë, ne si politik si çdosh me u përzit në drejtësi, por llogaridhënie ka, për proceset e caktuara. Kjo gjykatë llogaridhënie nuk ka pas në asnjë lloj drejtimi. E njëjta ka ndodhur me avokatin e popullit. Avokati i popullit nuk ka pas, për shkak të jurisdiksionit të saj ndërkombëtar, nuk ka pasur mundësi, domethënë, të ketë qasje. Së voni ka shkuar shumë më shpesh, edhe ai ka parë, domethënë, në proceset caktuar me shkeljet e të drejtave njerëzore, por që me pa mundësi që ti adresoj ato. Çka po ndodh tjetër, çka ka ndodhur tjetër që e ka ndikuar, mendoj që Edi Rama ka pas një adresim në Këshillin e Evropës, besoj e kujtoni, pikërisht për idenë e shtëpisë së verdhë, sepse ajo e ka implikuar edhe Shqipërinë. Po njëkohësisht, problemi që ne nuk kemi bërë mjaftueshëm si shtet për të qenë pjesë e Këshillit të Evropës, që pastaj me automatizëm të jemi pjesë edhe e gjykatës evropiane për të drejtat e njerëzit, që pastaj me automatizëm ata njerëz që janë në Hag kanë mundësi dhe dirë të hapur që dhe vetë adresojnë shkeljen e të drejtave njerëzore, domethënë në Strasburg. Kjo pastaj ka komplikuar të gjitha gjërat. Dhe tash unë këtu nuk mund të qes as, si them, para tavolinës dhe para gjyqit dikë më shumë e dikë më pak se kush çka është dashur të bëj. Por për neve këto krejt janë pyetje pa përgjigje në fakt, me qenë se ajo gjykatë është themeluar, po e them, me mirëbesim dhe njerëz të cilët ballhapur, do të thonë, e kanë ditur që mund të ballafaqohen me çdo proces sepse ne nuk jemi në rolin e agresorit. Dhe kjo është fare e thjeshtë. Kush do të mi bëjë këtë pyetje? Kush do të, a është qeveria, a është kuvendja, cili institucion? Ne e kuptojmë që gjykata speciale i ka të gjitha mekanizmat e vet, nga gjykata themelore, supreme, kushtetuese, avokatin e popullit e ka të vetën e krejtë. Krejti ka të vetat. Ama llogaridhënia s'ka dhënë kërkon. Kush duhet... Ideja është kush duhet mu anku, në fakt, duhet qeveria, kuvendja, ka duhet mu drejtu, na kemi po atje edhe gjëra të çuditshme, për shembull, njëri prej dëshmitarëve më kujtohet, ka thënë që mu kanë bo zullëm se unë im shku i vesht edhe i madh, edhe ma kanë morë më zotin. Ka kësë lloj kështu
skandale, nëse muj me thonë në botën e ligjit ose fokusit ty nëse për shka thirën atje, po menoj që... Falë Ismail, po du të me koni regulator, du të me Po, koni dikush që... Që motori ku Po ka që mundur. këshyra, mire ke bota, këna aprovu, kënë regullor. Mrena, për e përsëris, mrena demokracisë liberale gjithmonë ka mekanizma. Dhe e fundit është zoni qytetarë, që edhe e lunë rolin shumë të rëndësishëm. Po besoj që me këtë gjykat nuk jem mrena parametrave të demokracisë liberale. Unë e menoj që jem mrena një pseudo-liberalizmi që ma shumë gre ka totalitarizmi. Dhe që përja rikthej një mega skandal, një skandal që se cëllit njeri profesional që meret me juridiken, Janol Frymen, ajo është raportimi i medjave që Jack Smith thot që ata do të dënohen përjetësisht në komunikim. Tash paramendon një krye prokuror që verdikti, do më thonë prezumimi pafajësisë, që është esenca e demokracisë liberale, e bon të kundërtën, thuti jem na në Koretë Veriut atje, sepse është një dallim esencial, edhe këto po e përsëris. Mrena demokracisë liberale, njeri ju është i pafajshëm deri në verdikt, deri në vendimin final. Deri sot im shën që kishit aj. Në shoqëni totalitare, njeri o i fajshëm deri në verdikt, do të thotë vendimin final. Dhe këtu është përmbys që kjo qëto premisa, janë përmbys. Që kjo rendi që është regulluar. E kini Jack Smith që komunikon edhe thëtë ta kanë mu dënu përjetësisht. Dhe thët e paragjykon verdiktin vendimin final. Kjo nuk bë vaki në sistemet demokratike. Na që apo mundohem me artikulu e me rithon, është që, okej, na po evidentojmë se cilën shkelje. Që kjo shkelje kish me qenë mega skandal në se cilën civilizim perëndimor. Këto nuk ta kish përbi asë një shoqëni normale në Evropë. E pse duhet me përbi nas, pe kuptoj. Apo nështa është trajtimi në sytë e tyre që na bojnë neve si qenje inferiore, si njerëz të dorës 10 atje dikon, ose si njerëz gjysëm primitiv, se po i shti krejt në thojza se me këto kategori mo civilizimi perëndimor nuk operën. Unë po e rikthej, edhe po më duhet me i shti në thojza, qaq po më vjezër me i thone ata pi bojnë. Dhe thot, mënyra se qysh e kanë trajtu këtë shoqëni është shqetësuese. Mënyra se qysh o vendos premisa për me pas qasje në raport me drejtsin të qytetarët është shumë shqetësuese. Mënyra se qysh është fut në luftë vetëm UÇK-ja prej mas lufte, 20 e sa vjetë ushtarët e UÇK-s presin në rënë për gjykata. E u lekse, e unë mike sa lustro e biri drejtësit e kush qohët jerëm merret me UÇK-n. Do thot me një projekt shumë të rëndësishëm të shqiptarëve. Me një projekt që vjen si rezultati mbrojtjes shtëpisë të Pragut. Me një projekt që vjen si rezultat i teprimit radikal të dehumanizimit kësaj shoqënie për regjimit Miloševićit. Edhe kur e merr edhe asimetrin e gjyqeve që i bëhet agresorit edhe viktimës, është të mërshëm, flok përpjeçkojnë. Do thot, asë një shoqëni normale nuk i përbin këto çka po i bën gjykata speciale. Mandej u përmend Trëndafilova. Ajo kujtohet se qysh na trajton si një shoqëni e sapo nisur mes jetën si epokë. Vjen këtu edhe thot pasha hinjen e nanës ose babës, gjykata nuk është politike. Merreti me men. Krejt zotimin e saj, përgjithësin edhe raportet e transparencës që duhet t'i ketë, i ka obligative, i redukton me një B të mesjetës si akti maj nalt i marrëveshjes në publike, raport me qytetar. Do thot, edhe ajo vetë mënyra që shfolë, edhe mënyra që na trajton, është shqetësuese, është tepër shqetësuese. E shumë anomali tjera që prej fillimit, edhe Dick Marty, është gjykat që e ka hu pik referimin e vetë. Pikënisja o kona ja. Është gjykat që ka operu me spektakl, mbi premisat të spektaklit. Edhe kjo që ka ndodhi në shkollat mesme, së fundmi, e ka lëzën sikletin edhe preokupimin e tyre.
që e kanë puro propagandë, që e kanë puro pedagogji politike, që e kanë puro siklet të PR-it e jo të ligjit. Dhe thot, ajo gjykatë prej fillimit fokusin për ligjin e ka post humën. Fokusin e ka vetëm politik. Eliz, me që u tha që edhe me ligjërimin e fundit në disa shkolla, ka ndodhur një gjë e papame, po mënoj edhe unë vetë ka lexojsha, nuk besojsha që ka mundësi mund me ndodhë një gjë tillë. Po megjithatë ne do të pranojmë një fakt që ata na i solli dikush këto. Kush është ajo NGO që e ka pru këtë ekip me e bo atë ligjërim në përshkollat të Kosovës? A keni informacion? Unë me thonë drejtën nuk është që kam shumë informacion se s'jo marrë me pjesën e OJQ-ve që ka kanë bo. Për mu janë dy elemente... Sepse në përmes të OJQ e ka ardhe. Për mu janë dy elemente shqetësuese. O shumë rëndësi mu shpjegu, dhe më thonë, më janë gjitë emnin, qofë se i kumë pru, me thonë, qëne, ata e narë kanë ligjeru, veç jetoni i ka pru. Po. Sepse s'pedina kush në i sotë. Për mu janë dy çështje. E para, për mu shqetësimi parë është nëse nuk është shqetësim kur dikush spjegon se çfarë sistemi juridik ka Kosova. Dhe nëse për te sistemit juridik të brendshëm qenë ka edhe një gjykatë të themeluar për çështje të caktuara me dhoma specializuar që operon në kontekst ndërkombëtar. Për mu shqetësim është kur bëhet një gjyq interpretativ brenda vet një ore mësimi, çfarë kemi dëgjuar, domethënë ato se çka kemi çka kanë çarkullu domethënë nëpër media sociale, me qenë se s'kemi qenë pjesë domethënë për ato orë ligjërimi. Kjo për mua është shqetësimi. Domethënë kur në brenda një kurikule shkollore flitet, diskutohet, thjesht bëhet një gjyq, simulohet një gjyq dhe një interpretim, një anshëm. Çaq më shumë kur bëhet e rrit dyshimin, çaq më shumë kur bëhet në mënyrë klandestine. Tash këtu edhe këtu po do më dal. A është bën në mënyrë klandestine, a është bën në mënyrë të organizuar, cilat organe e kanë ditur, kush e ka ditur, kush se ka ditur. Unë megjithatë jo me prirun, me mendu që në shpitane s'u të hen dikush me zër, pa e di dikush, apo edhe nëse në atë shtëpi kanë hi, domethënë me zër, dikush duhet me dalë, me kallëzu që kanë hi me zër ata njerëz. Nëse dikush ja u ka qel derën edhe i ka fut aty edhe ju ka kriju hapësirë për diskutim e dialogim, atëherë dhe ai duhet me dhënë përgjegjësi. Dhe këto janë hallkat e përgjegjësive tona institucionale që ky rast mundet me na sjell tek shumë raste që ndoshta në një formë ose tjetër kemi dëgjuar se si rinia jon shumë shpesh si më thon vendoset ose gjuhet në një kontekst të një tokës kështu të pleshme për me miell fara, çfarë do qofshin ato, duke u ekspozuar karshi aktiviteteve që nuk janë kurikulare e që ndoshta prindërit jo gjithmonë e dinë se çfarë bëhet. Dhe për mu, ky veprim, mendoj që duhet me qenë shqetësim jo si veprim per se vetëm për gjykatën, por se çka mundet dhe çka ka ndodhur edhe dikur në tjera kontekste në shkollat tona të mesme ose dhe në fakultete. Pse? Sepse në emër të idesë mësimit jo formal, aktiviteteve ekstrakurrikulare që janë të mirëseardhura, sepse vetë punoj në arsim edhe e di sa janë të rëndësishme, nuk ka mundësi që me këtij lloj lehtësie të hyjë çdo mekanizëm nga jashtë, çfarëdo lloj organizate ose individësh, grupacionesh caktuara dhe të jenë të servuar aty jashtë kontekstit mbi të cilët është normativi ose kurikula e miratuar nga një institucion zyrtar që duhet ta marrë përgjegjësi për atë çështje. Prandaj për mua janë shqetësime kështu me nuanca, shumë gjana që ky rast mi ka sjell përpara për me kuptu se çka po ndodh në shkollat tona vërtet ose çka ka ndodhur ndoshta dikur që s'kemi qenë mjaftueshëm të vëmendshëm sepse në fakt na si shoqëni edhe e kemi një farë s'po them zanat, me thonë një farë shprehje që ma shumë merremi kështu, jemi me pasojën se sa me thelbin e problemeve ose nevojave, ose kërkesave, ose sfidave që na i kemi përpara se çu duhet me i shtrua ato tek të rinjët, tek ne dhe tek që kjo hapësira e dialogimit publik që është tepër e rëndësishme për krejt fenomenet. Ne nuk kemi qysh me mshef gjykatën speciale, as pi fëmijëve, as prej trive, as prej vetës, sepse kemi themelu vetë, vazhdoj me e thonë,
me ballhapur për idenë se çfarë përfaqësojmë si popull dhe si UÇK, sepse ne kemi qëndruar për t'i mbrojtur shtëpitë tona, njerëzit tonë edhe jetën tonë. Nuk kemi shku me cënu as kendas në Serbi as dikun tjetër. Por dhe kemi besu në drejtësi, apo ato që e tha Ismaili, kemi besu që ligjet janë aty për t'u zbatuar, por edhe për t'ju besuar organeve të rendit edhe të ligjit. Gjithsesi, në këto procese, mendoj që nuk guxoj me leju që historinë me na shkruaj të tjerët, nuk guxoj me leju që fëmijët tanë me pas një anë të medaljes dhe jo mos me pas një huri për procese tjera, e as më tepër nuk guxoj me leju që njerëzit me u prek në thelb, në integritet dhe në identitet për atë se çfarë kanë bërë dhe çfarë kanë dhënë për Kosovën. E tha Ismaili, nëse dikush nuk i pëlqen politikisht, ka vakt mjaftueshëm kur të vinë le t'ja u bojnë gjyqin mandin në tjetër formë, nëse kanë argumente, i kanë organet e drejtësisë, le t'i deponojnë. Mendoj që koha kur me një lehtësi, si ta them, të tmerrshme njerëzit etiketojnë këdo, qoftë nga institucionet ose nga jeta e përgjithshme publike, për qefet e tyre, vetëm për shkak të ngjyrimeve politike ose bindjeve të tjera, duhet me u ndalë. Nuk mundemi ne me kësaj lloj lehtësie me gjyku me u bë njerëzve gjyqin publik ose gjyqin në shkollë ose gjyqin në shesh ose kudo qoftë tjetër. Nëse kemi argumente, që e qytetaria aktive dhe e përgjithshme që tha Ismaili, nuk është vetëm me demonstru pak nacinë në rrugë, është kur ki fakte me i deponu në organet dhe institucionet përkatëse. E jo ti me abo gjyqin një njeriu vetëm se i ka sytë e zije tu ka tek ty me fy. Megjithatë insistoj me mbet edhe pak të kjo tema e NGO-s që e ka organizuar këtë debat, sepse na kena institucionet të sigurisë. Ajo OJC është e regjistruar me siguri në MAPL, është ministri që i certifikon ose e vjep atë lejen, certifikatën. A dohet të merren institucionet sigurisë me këtë OJC, edhe në qoftë se ajo i ka tejkalu rregullat e lojës të cilat janë të parashkruar në statut, të i revokohet certifikata edhe të dihet rrjedhimisht ka ardhur, sepse zanafilla problemit me ne është këtë OJC-ja, aja që e solli në shkollë, sepse në shkollë mund të sillet si diçka që do të flitet për gjykatën, edhe rrjedhimisht brenda për brenda mund të jetë ajo si tema kryesore ose bërthama ke gjës. Nuk e dim na nuk e dim as çfarë projekti është ai, se kemi po, domethënë nuk e dim, por megjithatë që voja luaj rastin sipas informatave që kam është OJC që e ka organizuar këtë. Jo, na e dim që OJC e ka organizuar. Nga Kosova. Si përmbajtje çka ka. Janë 3-4 faktorë aty spaku publikisht të përfolur është ambasada e Zvicrës, organizata edhe pjesëmarrësit folësit prej gjykatës speciale. Do të thotë dhe kjo anomali futet mbrana terrenit totalitar, sepse pse po të vim pedagogjia për me shpërndarë një propagandë, për me shpërndarë një PR të një sikleti që nuk hajonin kuptimin e imazhit që e ka kriju vetë ajo gjykatë. Do të thotë çfarë apetite do të ketë një gjykatë që të dërgojnë njerëz nëpër shkolla ku ata janë nër 18 vjet, që t'ja ligjeroj punën e tyne këtë rast. Do thotë komplet është shqetësim edhe është skandal. Mandej edhe kjo pjesa sinqerore përgjithësive, tashmë të shpërndame edhe të gjujtur herë me një anë edhe tjetrën, mendoj që duhet të përflitet mrena dozave normale, pa e dhënë gjyrime patetike, se dikush edhe mund të gaboj, edhe atë hapësirë duhet ta lëm, po me kthy në kontekstin që hajde na po dojmë unë Eliza dhe ti me ligjeru guerilën në shkollat e Zvicrës, po e nëzamë. Edhe po na thret një organizat atje, qofta edhe shqiptare, se kemë diasporë shumë të madhe, edhe ta provojmë apo mujna. Do thot, një grupim shumë të pastër, me një qëllim shumë të pastër, për gjakimin për liri, që është projekti më i fishëm, jo vetëm shqiptarëve, por në kontekstin universal, sepse guerilat kur kanë për qëllim lirin, vetvetiu janë profile të vlerave universale në parim. Hajde po shkojmë në Zvicër, po ja vligjerojmë një parim universal të një kryengritje
kur vjen si rezultati shtypjes të vazhdueshme edhe gjenocidit edhe masakrave. A ka temë më të fishme? S'ka. A mujna me ligjeru? Nështë. Se di. Nuk kenë me qasi lepsie në shkollë. Nuk kenë. E tash, paramendo me ardhë me ligjeru një skelet tonë që o thirë në emën të juridikës, e që ka marrë hapa politik, e ma djetë që ka shkel ligje, ma djetë që ka keq përdor ligje, ma djetë që ka interpretu politikisht mrena asaj sale, mos harrojmë mrena atyne mira, reshta e mira faqeve, ka interpretime që i përngjajnë kry për kry interpretimit zyrtar të administratës e Miloševićit. Nëse ka reshta atje që ikjen e refugjatëve, dhe të blatësa këto, interpretohen me të njëjta kategori që ata njerëz kanë ikë prej bombardimeve të natës. Ose ka shumë tjera anomali, edhe sokollaj po hin shkollat tona, në monstrum juridik edhe po ligjera. Edhe pse në shkollë, për shembull pyetja është. Po. Se sikleti i izmave, ideologjive, gjithmonë është sistemi skolastik, shkolla. Sepse përmes edukimit, se cila ideologji mas pari nis për shkollave. E ata e kanë aty që na nuk kemë siklete ideologjike, politike të ndërgjegjësimit. Madje është keqkuptimi tjetër, që kanë erë për një me, po mënej që po na marrin për budall, kështu si shoqënia dorës 8. Jo, nuk është vitë si menej, po na marrin. Po, do të fletë, thët na erdhëm me ndërgjegjësu. A e din ata që ka i bje ndërgjegjësim? Si koncept. A e din ata që informimi edhe ndërgjegjësimi dallojnë? A e din që ndërgjegjësimi bardh mrena vetit kategori pedagogjike, e ata, si arshimtar po vinë këtu me na kallëzua, dhe thët, edhe mënyra kër e arsyetojnë, e bojnë me gabime se ju flet pavedia dhe qëllimi ku e kam pas, që e kam pas pedagogjik. Po, a gabojnë me qëllim? A gabojnë me qëllim, sepse... Në këtë rast ndërgjegjësim, si duket kanë dhajtë, se këta s'marin vesh të adhjen do budalë që tu edhe javë çka dush me ndërgjegjësu të fëmijët? Pyetja e parë. Çka po dënë me bo? Se unë kisha mujt me kuptu, nëse bashkë po dënë me pru me fol në një fakultet juridik, edhe ki mundësi me të njëjtit njerëz, ata me repliku ty edhe me të bu pyetje. Po, veç ajo duhet më bëj hapën. Faleminderit. Dhe po dhe ata njerëz janë matë përgatitur, janë tri, po janë në qatë profesion, edhe mirën me qatë. Po jo të fëmijë. Çka po dënë ti me ndërgjegjësu të fëmijët? Prej sodit 10 herë piftojmë, publikisht në më të huj, ndarësëm të huj, në të vinë në universitet, që juridik. Në të vinë ata njerëz atje, që kanë siklete kështu të PR-it dhe propagandës, ne të bojnë një ekip 5 veta, ne të vinë fakultet me një amfiteatr me 600 veta, studenta qytetar të pjekun këti veni, edhe hajde po bashkëbisedoj me kamera. Provoni mëna ndërgjegjësu. Provoni ndërgjegjësana, po, në fakultet juridik, i kemë do profesora, do studenta normali, i bojnë do pyetje normale, si ketë moshatarët e tyne në për Evropë, si kretë përgjësia që e kanë si cilë institucion në raport me qytetarin, ne të vim, piftojmë, ne të mojnë ligjerat, ne i kemë do pyetje, do bashkëbisedime, e të këshyrëm apo ju shite që ajo pedagogji e stërkeqën. Ata jo të ndërgjegjësum, ata e të rast dhejnë fët në premisa pedagogjike të deformimeve në interpretim për juridiken. Deri në fët. Me që përshkojnë në drejtë funit, cila kishte me qenë thirrja që me 17 shkurt, vërtet e bëhat një marsh i papam deri me sot? Me 17 shkurt, në ora 14, politika duhet mushim, edhe si za, edhe si përpjekje, edhe duhet mi u bashku qytetaris, që ta përqojmë një mesazh shumë të rëndësishëm, edhe si rezultati pjekuris tonë, po edhe si rezultati padrejësis ma të vizatu me të gjykatës speciale. Eliz? Po, edhe unë po du me shfrytëzu rastin me mas pari faleminderit ty edhe krejt mediave që përna kërë një mundësi me diskutu, me bashkë bisedu dhe mund ndërgjegjësu me njëni tjetër mas pari. Kena mri qatë pikë. Kena mri qatë pikë. Por që për një me jashtë kështu
hajgareve, faleminderit shumë, është hapësirë me cilë të komunikojmë edhe me të tjerët që nuk po arrim me i taku kështu personalisht. Me 17-ën, e tha dhe Ismaili, edhe unë po e rritë e kësaj, flamurat politik mbesin në përzyre. Flamuri i Kosovës është flamuri kryesor, po edhe flamuri kombëtar, natyrisht, sepse në emër të etnisë, të kombit, edhe të cënimit të integritetit, edhe etnik, edhe kulturor, edhe territorial, ka ndodhur krejt përpjekja jonë për liri, edhe për Kosovën shtetë pavarur, kështu që është ditë feste, por është edhe ditë mendimi, rimendimi, balansimi të kaluarës dhe mendimi për të ardhmen. Ata njerëz që janë atje, në fakt e kanë kapur sy veten për me qenë natë lirë, për me qenë tritë e Kosovës lirë, për me pas të ardhme ky vend, kështu që edhe ne duhet me ju qu një dritë, një mundësi, një falenderem, një dashamirësi, zemërgjërsi, që i presim këtu sa ma shpejt, edhe i falenderojmë, edhe ata atje nuk janë vetë. Faleminderit edhe për kohën, edhe për këtë çka jeni duke bë, edhe për këtë moment të funit për mu mbyll këtë kapitull i historisë tonë të re, që njerëz tonë të kthehen të familjet e tyre dhe të kthehen e Kosovën që atë shumë e kanë dashur e punu për të. Miqtë mi, me 17 shkurt, qohu, veshu, hajde në marsh, mos thuj, hajde se dalin në boll, edhe për ty që po thu hajde se dalin në boll, atë ditë kem nevojë të pushoj, si që thanë edhe bashkëbiseduesit politika, dhe të bashkohemi të gjithë në shesh, t'ju përqojmë mesazh që ata e në mbi tonë, ata e në çlirimtarët tonë, shihemi.